Shëndetësia një prej sektoreve më të rëndësishme në komunën e Pejës. Sa është punuar, sa ka pasur progres, sonte të ftuar e kemi drejtorin e shëndetësisë në komunën e Pejës, doktor Petrit Loci. Doktor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Doktor, si do ta përshkruani mandatin tuaj, punën tuaj shëndetësi për këto vite? Të gjithë këto vite mund të them që kanë qenë vite sfiduese, për vetë faktin që sistemi shëndetësor primar ka qenë një sistem i rënuar, qoftë për ka ana e infrastrukturës shëndetësore, pra infrastrukturës fizike të objekteve shëndetësore, po ashtu ka qenë i rënuar edhe për ka ana e shërbimeve. I vetmi element që ka mbajtur sistemin primar shëndetësor gjallë ka qenë punëtorë shëndetësor, pra ka qenë mjekët dhe infermierët, si dhe shërbimit tjera përcjellëse, të cilat këtë shërbim e kanë mbajtur me punën e tyre gjallë, me kushtet të cilat edhe të gjithë nga ta e dinë se çfarë kanë qenë. Me ardhin time në kryet e këtij dikasteri dhe me mbështetjen pa rezervë të cilën e kam pasur gjithmonë nga kryetari i komunës, kam arritur që për një kohë periudhë afatmesme të kalojmë së pari fazën emergjente të cilën e kam quajtur, ku kemi bërë ndërhyrjet e nevojshme të parat të cilat kanë qenë në ato objekte shëndetësore, të cilat kanë qenë, mund të them, as pak në kushtet të kohës në cilën jetojmë. Pra kanë qenë objekte të dalme jashtë modës, objekte të shkatëruara dhe objekte që nuk i ngjasonin një institucioni shëndetësor, dhe është bërë ndërhyrje e menjëhershme, duke filluar me ndërtimin e objektet të parë në Leshan, për i cili mbulon lugën e Leshanit, më pastaj kemi kaluar në Raushish, më pastaj kemi vazhduar me fshatin Kryshec, kemi vazhduar me qendrën në Vitomiric, me qendrën në Vosel, me qendrën në numër 3, që është tashmë që mbulon 3 lagje të qytetit, Kapeshnicën, Zatën dhe Karagacin, si dhe kemi bërë ndërtimin e qendrës multifunksionale, pra qendrës trajnuese, që është mbrapa objektit stomatologjisë. Kemi intervenuar në gjithë infrastrukturën e shërbimit stomatologjik, kemi intervenuar gjithashtu në çdo qendër mjekësisë familjare, në çdo ambulant të mjekësisë familjare, në gjithë zonën urbane, si dhe në fshatrat e komunës Pejës. Pra nuk ka as edhe një qendër të vetme në të cilën nuk është investuar në këto vite. Janë bërë investime duke filluar nga më baziket dhe deri me ato më të imtat. Pra mund të përmbledhim në përgjithësi që në momentin që po flasim sot kemi një gjendje infrastrukture të kohës dhe me planet që kemi për 4 vjeçarin e ardhshëm mund të përmbyllim gjithë ndërtimin infrastrukturor dhe në të njëjtën kohë kemi punuar edhe në ngritjen e shërbimeve shëndetësore, primare, cilësore, për nga perfeksionimi i pajisjeve mjekësore dhe lehtësimi i punës për stafin ton mjekësor. Kjo ka qenë domethënë e gjithë puna jonë në këto dy drejtime, në drejtimin e asaj që punëtori jonë, mjeku, infermieri dhe stafi mbështetës që të kenë kushtet e duhura për të ofruar shërbimin shëndetësor dhe për ata pacient të cilët të vinë për të marrë tretmanin mjekësor të kenë mundësinë që këtë tretman ta marrin në kushte bashkëkohore, në kushte normale siç i ka çdo qytetar i Evropës. Sa kohë të zhdashur, po them shkurtër shqip, ti vesh në binar, në vijë, gjitha këto, dhe sa ta kanë marrë kohën, energjinë, me qenë se po thush që më tepër i marrë me infrastrukturë. Po e theksoj që është dashur të fillohet pothuajse nga e para. Për nga infrastruktura, për nga shërbimet mjekësore, qoftë edhe nga pajisjet mjekësore, gjithçka është dashur që të bëhet pothuajse nga e para. Po theksoj, duke filluar nga shërbimet laboratorike, që kanë qenë minimale, pra janë ofruar shërbime laboratorike në nistin diagnostikës në qendrën kryesore në minimalisht, ka pas shërbime minimale. Sot e kemi një shërbim diagnostik ku funksionon si është më së miri. Kemi një ekip jashtëzakonisht profesionale, duke filluar nga biokemistët, nga safi i laborantëve që punojnë në këto laboratore, ku kemi arritur që të bëjmë një gamë të gjerë të shërbimeve laboratorike
me pajisjet më të mira në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe tashmë momenti që po flasim, kemi bërë edhe rekrutimin e 10 laborantëve të ri dhe kemi bërë shpërndarjen e hapjen e pikave të reja në qendrat mjekësisë familjare, si në Dardani, në qendrën numër 3, në qendrën numër 5 dhe në atë të Vitomericës. Pra janë këto qendrat mjekësisë familjare ku tashmë në 2 ndrime të ditës ofrohen shërbime laboratorike të cilat janë të parapara konform udhëzuesit për dhënien e shërbimeve primare në kuadër të kujdesit pasor shëndetësor. Po e them që ka qenë një angazhim kolosal imi me mbështetjen e kryetarit të komunës dhe me bashkëpunëtorët e mi shëndetësor që kemi realizuar këto investime dhe këto ngritje të këtyre shërbimeve në gjithë sistemin shëndetësor primar. Pra është investuar që nga qendra kryesore mjekësisë familjare edhe në çdo qendër të mjekësisë familjare edhe në ambulantat më të larta në fshatrat tona të komunës tonë. Së fundi kemi bërë edhe renovimin e adaptimin e qendrës së pikës së re shëndetësore që do të hapim së shpejti në Bollë, që është një risi edhe për atë region, ku do të mbuloj kjo pikë, do të mbuloj gjithë fshatrat e Rrogovës për shkak të fluksit turistik të cilët tashmë është bërë traditë në këtë zonë. E cilin arritje, doktor, jeni më i lumtur që keni arritur ta bëni gjatë këtyre viteve të qeverisjes suaj, apo të udhëheqjes suaj të këtij dikasteri? Ka pas periudha të ndryshme, kohë të ndryshme, etapa të ndryshme. Ka qenë sfiduese, po theksoj fillim ka qenë faza emergjente. Sa kemi filluar të stabilizohemi dhe të kalojmë në një fazë tjetër, ka filluar pandemia COVID-19, e cila në atë kohë na ka marrë një energji të jashtëzakonshme, pra ka qenë një angazhim jashtë mundësive tona që i kena pasur, dhe po fal punës edhe në atë kohë, fal punës stafit mjekësor, të ekipës mjekësore, në gjithandej shërbimit kemi arritur që me sukses dalim në fitimtar dhe t'ja dalim si që kemi dalur, po punë të mëdha dhe po pasojat të mëdha. Kjo ka qenë për mua koha më e rëndë e gjithë periudhës në cilën kam shërbyer dhe shërbej si drejtori i shëndetësisë. Kjo ka qenë periudha më e rëndë e cila ka marrë shumë energji në atë kohë. A ka mbet diçka pa u realizuar gjatë mandatit vet? E them kështu në bazë planit afatmesëm që kemi pasur, jemi në përfundim të gjitha projekteve të cilat i kemi pasur për 4 vjeçarin të cilën po e përmbyllim. E theksova është në përfundim janë pothuajse është e përfunduar një objekt gjigant i qendrës së trajnimeve, ku është vetëm janë Kosovë me ato kushte dhe me ato standarde të cilat e kemi ndërtuar. Aty do të kryhen trajnime për stafin mjekësor, por do të kryhen trajnime edhe për stafin tjetër që shërben në kuadër të komunës 5. Po bëhet fjalë për administratën e komunës, pjesën e kulturës dhe pjesën e arsimit. Për shkak të kapaciteteve që ka, është e mundshme që në njëjtën kohë në atë qendër të trajnohen 300 persona në grupe të ndryshme, pra në hapësira të ndryshme. Në katin përdes të kësaj qendre është bërë hapësira e cila do shërbehet për shërbimin urgjent, pra për shërbimin në 9-4 që e njohin qytetarët e PE-s, janë hapësira moderne të cilat i kemi krijuar dhe ku do të bëhet akomodimi i shërbimit urgjent, do të zhvendoset nga objekti aktual që është e xhamia këtu afër dhe do të akomodohet në ato hapësira ku do të ketë hapësirat e nevojshme për stafin i cili do të shërbejë në ekipin urgjent, po dhe hapësirat e nevojshme për logjistikën, pra për autoambulancat, ku do të kenë parkingjet e veta, dhe do të ketë gjithçka do të jetë e akomoduar ashtu siç i ka hije këtij shërbimi. Është e mirë se është afër është edhe spitali i përgjithshëm. Kjo do të ndikojë edhe pozitivisht edhe në intervenimin që do të bëhet, për shkak që gjithë intervenimi i shërbimit urgjent përfundon në spitalin e përgjithshëm dhe baza do të jetë aty afër. Okej, sa e di me plan zhvillimor komunal, qendra kryesore e mjekësisë familjare duhet të zhvendoset në një lokacion tjetër. Çfarë do të ndodhë me këtë lokacion ku është qendra e mjekësisë familjare? Nëse nuk gaboj, është para po në atë kohë
të ndërtohet biblioteka për shkak të fluksit që do ta krijonte më të vogël, më të pak se sa qendra e mjekësisë familjare. A mbetet akoma ky plan? Po, kjo është plan, tashmë është plani zhvillimor është plani i aprovuar edhe në asamblen komunale, dhe në bazë atij plani funksionon në gjithë komuna. Pra, tash po flasim për drejtorinë e shëndetësisë. Po. Në këtë plan zhvillimor kemi ndërtimin e objektit të ri për qendrën kryesore, i cili do të shënojë edhe përfundimin e kapitullit infrastrukturor për kujdesin pasor, pra do të bëjmë përmbylljen e gjithë rrjetit, për shkak që në komuna 5 ka gjithsej 24 objekte shëndetësore të shtira në të gjithë territorin e komunës, pra në zonën urbane, në lagjet e shtetit, si dhe në fshatrat e komunës së 5, në total kemi 24 objekte shëndetësore. Dhe me ndërtimin e qendrës kryesore do të bëhet përmbyllja e rindërtimit infrastrukturor të objekteve shëndetësore. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në objektin ku funksionon aktualisht është një qendër e akomoduar, e renovuar dhe një pjesë e rindërtuar para 15 viteve. Atëherë kur është vendosur për këtë vend, dhe kur është bërë bartja nga ish bateria që objekti shëndetësor në fabrikën e baterive, ka qenë një gabim për vetë faktin që objekti aktual nuk i plotëson kushtet për të ofruar, për të shërbyer si një qendër kryesore e mjekësisë familjare. Nuk i plotëson kushtet infrastrukturore për të akomoduar shërbime të cilat duhet t'i ketë qendra kryesore e mjekësisë familjare. Dhe për këtë, me kontributin e kryetarit Kazmet Maxheri, kemi ka arritur që të lokalizoj vendin që do të ishte i përshtatshëm dhe adekuat, dhe tashmë është për përzgjedhja e vendit, është duke ka filluar procedura e shpronësimeve të pronave që janë aty, bëhet fjalë për hapësirat mbrapa shkollës, ish shkollës së artit, ish shkollës së vjetër të artit, e cila është buzë rrugës kryesore, ku është i vendosur kryqi i kuq, dhe janë disa shtëpi aty në pronë komunale, do të bëhet shpronësimi i tyre, është disa prej tyre veç më tashmë kanë filluar, dhe është planifikuar që projekti të fillojë vitin e ardhshëm të bëhet projektimi i objektit, në mënyrë që vitin 2027 bëhet e mundur fillimi i ndërtimit të objektit kryesor. Me ndërtimin e objektit kryesor të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, do të kemi një qendër të përshtatshme për të ofruar gjithë ato shërbime shëndetësore primare, të cilat parashihen të ofrohen në kuadër të legjislaturës shëndetësore. Pra, vendi i cili ku do të bëhet ndërtimi do të jetë adekuat edhe për nga qasja, për shkak që është rrugë kryesore e qytetit, dhe qasja në të do të jetë shumë e lehtë, shumë e kollajt, në çfarëdo stine, për vetë faktin e dim që në komunën tonë, shtetin tonë, në ardhen e bashkëdhëtarëve, në muajt të ndryshëm të vitit, qyteti ngarkohet për nga trafiku, dhe kjo është përzgjedhur që si mundësi e mirë që qytetarët kenë të qasin sa më lehtë në objektin e ri, edhe të kenë ato kushtet të cilat duhet t'i plotësojmë që të ofrojmë shërbime mjekësore, të cilat parashihen. Kjo gjithmonë shkon në atë drejtim që në momenti që shpresojmë të fillojmë sa më shpejt Ministria e Shëndetësisë zbatimin e ligjit për sigurimin, dhe që të jemi të gatshëm që në momentin që të fillojë ky zbatimi i sigurimeve shëndetësore, ne të jemi të gatshëm me infrastrukturën tonë, me shërbimet tona që të bëjmë atëre kontratat e nevojshme me shtetin, në mënyrë që pacientët të cilët marrin shërbimet mjekësore të jenë të mbuluara edhe nga sigurimi shëndetësor si çdo vend tjetër në rajon ose edhe më gjerë. Okej. Shtylla jote kryesore, apo shtylla më e fortë e drejtorisë që kjo thesh, unë mendoj se ka qenë stafi, mjekët, cilët po them jo vetëm jo, po krenohet i gjithë qyteti. Cili ka qenë bashkëpunimi juaj me stafin? Sa ke qenë i kënaqur si drejtor, sepse në menaxhimin e tuaj kanë qenë një numër kogja i madh. Sa ka qenë e vështirë gjithë ky menaxhim, bashkëpunim, edhe në fund realisht qytetarët të ndohen kënaqur në të japim vlerësimin e tyre. Faktikisht edhe pse jam i pari, domethënë, drejtori i drejtorisë, jam udhëhequr në atë ndjenjen e paravort me gjithë secilin. Por mu kam qenë si ndjenje ime, ka qenë të jemi paravort
qoftë me infermierin, qoftë me mjekun, për vetë faktin që ka qenë vetmja mundësi që të shoh nga afër ato kërkesa dhe ato nevojat të cilat ata i kanë paraqitur. Dhe kjo ka bërë punën time më të lehtë, që të jem sa më afër tyre dhe të plotësoj nevojat e tyre për një punë më të mirë. Në vullneti i stafit mjekësor, po e them, ka qenë jashtëzakonshëm në gjitha kohët. Jo vetëm sa kam qenë unë drejtor, sa jam unë drejtor, por edhe para se të jem unë drejtor. Puna e stafit është për çdo lëvdat. Puna e mjekëve është për çdo lëvdat, puna e infermierëve është për çdo lëvdat. Vullneti i tyre është maksimal, shërbejnë maksimalisht secili në shërbimet e tyre ku ofron shërbim mjekësor, prandaj është detyrë jona, detyrë imja ka qenë që të jem gjithmonë në hap me ta dhe afër tyre në realizimin e qëllimeve humane të cilat për të cilat edhe jemi të thirrur. Prandaj me përgjegjësi të plotë them që në komunën tonë shërbimet të cilat jipen në kushte të mira dhe me vullnet të mirë nga stafi mjekësor. Okej, sa keni pasur mbështetje drejtor të politikës? Këtë rast ne dim që qendrat e mjekësisë familjare, kanë pjesën përgjegjësive komuna, mirë po jeni të varur edhe nga ministria. Kur e dim që jo rallëherë kemi përkraje apo kemi të bëjmë me parti të ndryshme, sa kemi pasur këtë ratë mbështetje apo ka pasur në çdo momente ku keni mbetur vetëm për shkak të mos përkrahje nga faktikisht nga Prishtina? Faktikisht, fatmirësisht, kemi pasur mbështetja jonë ka qenë i pari i Zoti Shpis, këtë rast kryetari i komunës. Mbështetja e tij ka bërë që gjitha këto punë, gjitha këto projekte të kemë mundësi të jetësojmë dhe të kemë mundësi që të realizojmë. Po them ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe, me pa mbështetjen e cilit nuk kishim pasur mundësi të realizonim. Gjitha investimet të cilat janë bërë në komunën tonë janë investime nga mjetet vetanake, investimet në shëndetësi, janë investime nga mjetet vetanake, nga të hyrat komunale, dhe kjo na ka bërë që të jemi sigurt në atë që të realizojmë planin tonë zhvillimor të sektorit të shëndetësisë primare. Pra, gjithçka ka qenë bazuar vetëm në të hyrat vetanake, pra në të hyrat e komunës për realizimin e projekteve shëndetësore. Nga ministria? Nga ministria nuk kemi as edhe një investim të vetëm infrastrukturor në gjithë etapat e ndryshme. Për vetë faktin që ka qenë gjithmonë ndryshimet e qeverive të ndryshme, kanë bërë që shpesh herë t'jenë edhe këto projektet e tyre t'jenë pa sigurta. Mund të fillojnë, për shembull, qendrën trajnuese kemi filluar bashkë me ministrinë dhe është tërhequr ministria nga bashkë financimi. Arsyeja pse? Arsyeja për 3 vite e ka kodin e investimit të këtij projekti e ka bërë me 0 dhe ka qenë e pa interesuar për të vazhduar. Me insistimin e kryetarit ka bërë që puna vazhdojnë me të mjetet vetanake të komunës dhe sot them që puna është 99% e punimeve vetëm janë kryer. Okej, po më kujtohen disa emra të ministrave të shëndetësisë, Arben Bitia, që është aktualisht, Armen Zemaj, Uran Ismaili, kush ka qenë tjetër, Ferit Agani, cilin e cilëson dështë më bashkëpunuesin për këtyre gjatë këtyre viteve? Faktikisht ministrat dhe ministrit janë më pak të afektuar për shkak edhe të politikës ose decentralizimit që është mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. E shohin si jo të dobishme investimin e tyre për nivelin në për komuna. Më shumë e keni parë edhe vetë që ministrat janë fokusuar në qendrën
klinike universitare, në QKU, edhe në spitalet e përgjithshme të cilat edhe i menaxhojnë. Kjo është më shumë politike e ministrive. Megjithatë, qytetari kur orientohet mas pari shkon mjekësi familjare, merr një udhëzim, pastaj shkon në spital. Merr një shërbim ose një udhëzim për të vazhduar mjekimin e vazhdueshëm në spitalin e përgjithshëm. Pra, mjekësia familjare është bazë e shërbimit mjekësor për çdo qytetar. Aty fillohet dhe aty të mbaron një shërbim. Po, sa i përket nivelit qendror, po them që është më shumë i zbatojnë politikat të cilat parashihen për kujdesin parësor, po jo që bëjnë ndonjë investim karrierës së tyre për kujdesin parësor. Më shumë janë të fokusuar tek shërbimet dytësore dhe të tretësore, të terciare, që ofrohen në çana klinike universitare, për shkak që bëjnë një hojë ndoshta edhe më shumë mediatike, dhe kjo mendoj që është më shumë. Sa i përket bashkëpunimit, më shumë kam pasur kontakte, mund të them me ministrin Zemaj, dhe për gjithë kryeministrave që i përmend, dhe me ministrin Vitia. Me dy të njihem edhe personalisht, ndoshta kjo ka bërë që edhe me Zemën jemi edhe një parti, po ministri Vitia njihna prej kohëve më të përpashme, kështu që kemi qenë edhe kolegë, ai ka qenë edhe drejtori i shëndetësisë komunën e Prishtinës, kemi bashkë hequr kolegjiumi me shëndetësisë, po edhe më përpara njoftur, ndoshta kjo ka bërë që të kem me këta dy ministra më shumë kontakt. Okej, t'jesh në pozita udhëhecse edhe të mos kritikohesh është e pamundur sepse nuk mundesh me qenë i mirë për gjithë. Normalisht gjatë këtyre viteve ka pasur edhe kritika, ka pasur thjesht po them kritika kushtimisht edhe prej opozitës, po edhe prej njerëzve që ndoshta raste të caktuara kanë reagu. Sa kanë pengu kritikat në aspektin e personë, menaxhimit ose gjanave tjera që kanë bëjmë në dhe realisht ai kite i kalu lehtë sepse dikush nuk i merret çast lehtë këto gjëra. Faktikisht kritikat gjithmonë i kanë pranuar me kënaqësi. Këtë po e them për vetë faktin që nëse nuk do të kritikohesha, nuk do të ndihesha mirë. Se i bjen që nuk në momentin që nuk punon, që nuk kontribon, që nuk jetëson diçka, atëherë edhe nuk kritikohet. Merret kush me Në momentin që po e them që kemi bërë ndryshimin kolosal në kujdesin parësor, edhe kritikat kanë qenë të pranishme edhe është normale. Ndonjëherë edhe më kanë shërbyer edhe për të mirë, ndonjëherë kanë qenë kritika edhe si shvin nga opozita që i kanë marrë, ashtu për shkak të rolit të tyre, por kritikat më të mira i kanë pranuar nga bashkëpunëtorët e mi, edhe nga stafi mjekësor me të cilët kam bashkëpunuar më shumë, edhe me të cilët kam bërë që këto rezultate t'i kemi sot këtu ku jemi. Pra, puna ime ka qenë punë kolegiale, punë bashkëpunuese, dhe kjo ka bërë që të kemi rezultatet me të cilat sot po flasim. Në çdo shërbim shëndetësor sot që japim palë bashkëpunimin që kam pasur me ekipet mjekësore, të atij shërbimi. Pra gjithë puna jonë ka qenë në shërbim të asaj një punë bashkëpunuese me kolegë shëndetësor në mënyrë që shërbimet të jenë sa më cilësore, sa më kualitative dhe pacienti ta provoj, ta sheh me sytë e tij dhe ta shoh atë që diçka e mirë ka ndryshuar në qendrën përkatëse shëndetësore apo në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Pra, duke filluar nga shërbimet e mjekësisë familjare, duke filluar nga shërbimet e diagnostikës, të laboratorit, të rentgenit, të ultrazërit, të mamografit. Janë shërbimet stomatologjike, janë shërbimet që i bëjmë tashmë edhe për nxënësit e shkollave të qytetit, komunës Pes, po, qytetit dhe të shkollave që janë fshatrat e komunës Pes, është një punë e gjithashme që është bërë dhe që bëhet në shërbim të pacientit. Okej,
ajo pikë që unë mendoj ndoshta do duhet në të ardhmen të merreshit më tepër është edhe digitalizimi për ambulancë kështu më radh. Është para po diçka e tillë, a mbetet sfiduese sipas jush kjo çështje? Digitalizimi apo sistemi informativ është politikë nacionale, pra është politikë qendrore, nuk është politikë lokale dhe kjo bëhet gjithmonë shkon në nivel qendror, pra Ministria e Shëndetësisë është përgjegjëse për sistemin informativ shëndetësor, për zbatimin e tij, por ka pengesa apo çalon për shkak të burokracive të ndryshme që janë në Ministria e Shëndetësisë, dhe kjo ndërlidhet edhe me sigurimin shëndetësor. Pra, nuk mund të ketë sigurime shëndetësore pa sistem informativ apo ato që pa sistem të digitalizuar të dhënave. Pa u funksionalizuar ky sistem, nuk do të ketë as sigurime shëndetësore. Pra, është një gjë. Ne kemi qenë të obliguar që çdo objekt shëndetësor të cilin e ndërtojmë, i parashohim edhe instalimet e nevojshme të cilat duhet të bëhen për sistemin informativ, dhe gjithçka është e gatshme, por presim zona e Ministrisë së Shëndetësisë, jo vetëm komunën 5, por gjithë komunat të funksionalizojë. Është punuar, po akoma ka shumë ka shumë burokraci, ka shumë letër, po tashmë po shkon shumë ngadalë, po besoj që në vitet e ardhshme bashkë me integrimet evropiane kemi qenë të obliguar edhe të digitalizojmë. Okej, është mirë të qartësohemi sepse shpesh herë shohim lajme me statuse që qytetarët mundën me shënu, a ka shiringa, a ka infuziona, a ka oksigjen, gjitha këto që shpesh përmendin, moment që përmendin Shëndetësia, nuk ka shiringa, nuk ka gjitha duke më bli. A janë këtë pranishme prezente në qendrat e mjekësive familjare në Pejë? Qendra kryesore e mjekësisë familjare dhe gjithë sistemi shëndetësor primar furnizohet nga lista esenciale e Ministrisë së Shëndetësisë. Furnizimet bëhen një herë në 3 muaj, dhe mund të ketë kohë të caktuara brenda kësaj periudhe 3 muajore që të ketë mungesa të ndonjë artikulli, siç e theksohet të shiringës, të X lloj shiringe apo të glukozës apo tretjes. Ne kemi zakonisht kontratat, që i bëjmë kontratat, i bëjmë si komunë, me mjete vetanake, për të plotësuar ato mungesa të cilat paraqiten në institucionet tona shëndetësore. Më problematike është kur ka mungesa në qendra shëndetësore që funksionojnë, nëse marrim shembull një mungesë në qendrën e mjekësisë familjare në Baran, është problematike për shkak që në atë territor ka dhe banatorë është e pamundshme të gjendë të marrë terin në qytet për të marrë një ampull ose një mungesë që është në atë qendër, dhe gjithë në momentin që pacienti vjen për ta marrë shërbim, mësën shkon në qendrën tjetër mjekësisë familjare që është afër, për marrë shembull deri tani nëse të rreshin ose asnjë. Pra, mundohemi banatorja qendrore që funksionon në kodër të qendrës kryesore mjekësisë familjare që furnizimet i bëjmë më shumë në ato zona ku ka mungesë të banatorëve, ndërsa në qendrat e mjekësisë familjare i bëjmë me ato facilitetet të cilat furnizohen nga banatorja qendrore e Ministrisë së Shëndetësisë. Okej, cili vendim ka qenë më i vështirë për ju gjatë këtyre viteve? A kujtohet ndonjë vendim që me të vërtet s'ka qenë i lehtë më marrë? Vendimet, asnjë vendim nuk është i lehtë për të marrë. Domethënë, çdo vendim ka peshën e tij varësi prej kohës në cilën mirët edhe qëllimit për cilën është marrë. Pra, pozita e drejtorit është pozitë sfiduese, nuk është pozitë sfidohesh gjatë periudha të ndryshme. Unë theksova që gjatë gjithë kohës është si një lloj si ato mbaticat detare që janë. Ndonjëherë është deti më i qetë, ndonjëherë ka dallë më shumë, ndonjëherë ka ndonjë baticë që trazon detin, kështu që edhe kjo punë është puna menaxheriale, puna plus me një sektor të ndihshëm siç është sektori i shëndetësisë, ka ato lohatjet e veta. Dhe ka pas momente kur jam sfiduar edhe deri në
në ekstrem, por fatmirësisht po theksoj që kemi arritur që te kalojmë me punë, me mund, fal gjithë stafit dhe gjithë bashkëpunëtorëve me të cilët punoj. Okej, so ka ndiku kjo detyra e drejtorit në jetën tënde private, personale, shoqëri, gjëra tjera që realisht me qenë drejtori i shëndetësisë nuk është lehtë, ta merr një pjesë të madhe të kohës, të merresh me gjithë atë staf. Po, është faktikisht si person, kam qenë person, jam person sfidues, që sfidoj veten. Është natyra ime, ka qenë gjithmonë kjo. Jam mësuar të punoj edhe për shkak profesionit që kam, edhe para se të isha drejtor, kam punuar edhe në sistemin publik, edhe në sistemin privat. Edhe kjo më ka bërë që të puna, orët e punës të zgjatra që i kam gjatë ditës, të më ndihmojnë që ta kem sa më të lehtë edhe punën si drejtor i shëndetësisë. Dhe punës asnjëherë nuk i jam friksuar apo nuk i kam ikur, edhe me kënaqësi të madhe shërbej edhe si pozite, edhe si drejtor, po edhe si doktor. Kështu që për mua është kënaqësi, edhe lodhja të cilën e kam nga këto dy punë që i bëj, apo dy detyra që i bëj, për mua janë kënaqësi. Okej, duhet potencoj që në këto zgjedhje lokale, komunale që mbahen me 12 tetor, ju jeni kandidat për Kuvendin komunal nga lista e Partisë Demokratike të Kosovës. Sikur shkon fushata, doktor? Çfarë formi ki organizu fushata? Është një fushatë e qetë, përgjithsisht është fushatë e qetë, është një fushatë e mirë, e cila po bëhet. Fatmirësisht kam çka të prezantoj para qytetarëve, punën time që e kam bërë, kontributin tim që e kam bërë gjithë këto vite. Edhe kjo më ndihmon shumë që të jem më i qasshëm në formë në fushatës në cilën tashmë veç kemi hyrë po hym në javën e tretë, më të them. Mund të them që mbështetja cilën e hasi çdo ditë tek qytetarët është e kënaqshme. Kam mbështetje gjithandej. Falin punës edhe falin tributit që s'jam dalër asnjëherë së vani, mbështetje gjej gjithandej në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo vendbanim ku do qoftë në territorin e komunës 5. A ke konkurrencë Kapeshnicë, sepse më qenë se vjen nga Kapeshnica? Jo, Kapeshnicë nuk kam konkurrencë, jo që s'kam konkurrencë, por për Kapeshnicën si komunë, qeverisjen tonë kemi bërë punë të mëdha. Kur e them punë të mëdha, se tash pi bjen që të kthehem te lagja apo të vendi ku kam lindur. Po plasi pas për zgjedhje, është një lagje e cila ka qenë lagje gjithë dim, më shkatruar. Lagje e shkatruar jo vetëm ka luftë, por është shkatruar edhe para luftës. Domethënë, ka qenë lagje përsekutuar e regjimit okupues. Kur e them me përsekutuar, e them me përgjegjësi të plotë, për shkak se ka qenë lagje diskriminuar. Ka qenë lagje e qytetit, por është diskriminuar në atë shkollë, si të ishte një lagje, një skojit territorial të komunës. Ka qenë skajshmërisht janë shkeluar. Për ka infrastruktura, ka qenë për ka punësimet, domethënë. Ka qenë utopike në atë kohë të punësohet dikush nga lagja jonë për shkak specifika, për shkak që jemi konsideruar ashtu si armiqt të pushtetit gjithmonë. Po, s'ka gëzu kush me tregu që është i Kapeshnicës. Edhe, po kjo na ka bërë edhe më të fortë, kjo ka bërë që edhe në veprimtarinë e rezistencës paqësore, bazat kryesore të janë Kapeshnicë. Kjo ka bërë që organizimi i luftës në qytet dhe në shumë vendbanime tjera, bazat Kapeshnica përdoret si bazë,
kjo ka bërë që gjithë demonstratat të cilat janë bërë në atë kohë, në bazën të janë në Kapeshnicë, por nga Kapeshnica ka fillu dhe ka mbaru gjithçka. Dhe fatkeqësia më e madhe ka qenë që edhe mbas luftës qeveritë tona tash, ta them jo që kanë fajtuar në bazë të meritave që ka pas si lagje. Pra kur shta na shkaluan, ka pas herë pas herë ndonjëherë ndonjë investim, mund ta them, sadopak me kontribut të qytetarëve, të banorëve aty, kur është bërë ndonjë bashkëfinancim, nuk ka qenë asnjëherë një investim i pastër. Dhe me ardhjen e kryetarit Gasman Mazheri, janë krijuar, janë hapur dyert edhe për Kapeshnicën, janë kryer investime, janë kryer shumë shpërndësime, të cilat kanë bërë që sot kemi një park që e quajmë gjithë Parku Sabat. Pra Kapeshnica ka qenë një lagje ngulfator, ku nuk e kemi pas as edhe një hapësirë të vetme, qoftë për parkim veturave, qoftë për ndonjë rekreacion të mundshëm, ndërsa sot, nëse kur flasim, sot kemi Parkun Sabat, kemi ndryshimin e shumë rrugëve dhe rrugicave në lagjen Kapeshnicë, kemi rregullimin e rrugëve, kemi ndërtimin e shëtitorës që ka qenë ëndër, mund ta them, e gjeneratave të ndryshme. Prindi im, baba im e ka pas ëndër, sot i ka afërsisht 80 vjet, e ka pas ëndër atë shëtitore të cilën sot na mund të kësojmë, por ka qenë një punë e jashtëzakonshme për të bërë atë që sot është në lagjen tonë. Në momenti që po flasim, po vendosen traset e urës, të cilën tashmë e kanë pa gjithë qytetarët e komunës 5, pra është një urë e cila do të jetë ura Kapeshnica, edhe do të bëj të mundshme që kjo lagje të ketë hyrjen e saj madhështore, ashtu siç edhe e meriton. Okej, kryetari, po, veç ju keni qenë insistues drejtar për gjitha këto projekte, ke qenë mjaft i zëshëm, më kujtohet të mbartë. Çdo herë ka qenë insistimi juaj për Kapeshnicën me kërkesa të caktuara që banorët kanë nevojë, duhet moralizuar sa më shpejt. Diskriminimin disa dekada për lagjen Kapeshnica jam munduar ta riparoj edhe ta rikuperoj fal për projës të kryetarit Gasman Mazheri. Dhe kemi arritur, fatmirësisht. S'kom pa asnjë billboard tonden, apo shpenzon për shok? I ka për disa shpenzime, po për mua 2 billboard i kam në sejl, edhe ato të kanë qenë, do më thonë, jo që kam insistuar të kemë billboarde. Nuk e shoh shumë përmes billboardeve të prezantoj veten time. Ata që më njohin, ose ata që kanë bashkëpunuar këto vite me mua, dhe ata që kanë pas në një formë të caktuar ndonjëherë nevojë për asistencën time, e din kush jam, e din se sa kam bërë dhe sa kam kontribuar gjithë këto vite, qoftë politikisht, qoftë në detyrën që kam pasur, karshi nevojave të njerëzve, pasi që për një periudhë caktuar kam mbuluar edhe sektorin e mirëqenies sociale, jam munduar që të jem afër qytetarëve në çdo kohë kur ata kanë pasur kërkesat e tyre. Prandaj po them më shumë, jam bazuar në punën time, fushatën ta bëj në bazë të punës time, dhe normal që është në kohën që po jetojmë edhe rrjetet sociale, po edhe siç e theksove ti edhe panët apo këto billboarde që përquhen, e kanë rolin e vet, por po theksoj edhe një herë që më shumë jam fokusuar në atë që pasi që edhe si natyrë janë besoj vetëm në atë që në shoh dhe preki. Nuk besoj shumë në gjëra që reklamuese dhe po reklama ka rolin e vet,
po jo rol krucial, jo rol vendimtar, sidomos në besoj në fushatën zgjedhore. Puna është ajo që do ta luajë rolin vendimtar tek verdikti, pra tek besimi që do të marron si kandidat për asamblejë, po edhe kryetari i komunës si kandidat për kryetar, për të zgjedhur për një mandat tash atë veçar. Pra puna është dëshmia kryesore me të cilën na paraqitemi para qytetarëve të komunës PS. Puna që është bërë deri më tani, dhe puna që do të bëhet në 4 vite të ardhshme, qoftë në sektorin e shëndetësisë për atë në të cilën kontriboj, por edhe puna që do të bëhet në gjithë infrastrukturën e qytetit, në mënyrë që të kemi një pejë të cilën gjithë dëshirojmë gjithë tuaj. Prioritetet apo projektet që nuk do të lesh pa i shtyrë përpara nga ulësia e asamblejistit, antarit kovenit në pas. Po, projektet e mia gjithmonë do të janë projektet kryesore, do të mbeten prapë tek shëndetësia. Do të vazhdoj të jap kontributin e tim në shëndetësi dhe projektet të cilat janë të parapara për mandatin e ardhshëm të jetësohen dhe që pas 4 viteve kemi edhe më shumë çfarë të themi, kemi edhe më shumë cilësi të shërbimit, po qëllimi jonë është që zgjerimi i shërbimeve të bëhet edhe më shumë në drejtimet të cilat i duhen tani më kohës. Pra qëllimet tona janë në varësi të kohës, planet apo të mesme, dhe do të punohet në ato plane në mënyrë që qytetarët të kenë shërbime shëndetësore primare të kohës në cilën jetojnë. Okej, a mendon se do të kujtoheni si reformatori i shëndetësisë? Akoma po kontribojmë, akoma do të kontribojmë, kështu që do t'ja lejmë historisë më vonë me edhe me ne. Okej, qysh dëshiron me të kujtu qytetarët e PS gjatë qeverisjes tënde si drejtori i dikasteri i shëndetësisë? Po theksoj edhe nga kontaktet e përditshme me qytetarë që kam kudo, po e theksova edhe më herët, në çdo lagje, në çdo fshat, nga kontaktet që i kam e shoh vlerësimin për punën dhe për kontributin që jap në drejtim të komunitetit dhe të këtij vendi në cilin jetojmë. Kjo më bën më shumë të jem më i sigurt për të ardhmen dhe më bën jashtëzakonisht të ndihem mirë për atë se çfarë kam bërë deri më tani. Okej, zotin Muhaxhiri, ta kemi në studio, mirë po, me qenë se jem politik, tash sa kohë, do ta parashtrojmë një pyetje edhe nga aspekti politik. LDK-ja zakonisht bën sondazhe, pra kur jep një rezultat bazohet në një sondazh. Në bazë të asaj çfarë kemi parë dhe kemi dëgjuar. Si qëndroni me sondazhe, si e sheh rezultatin, po flitet ballotazh, a do të ketë ballotazh sipas juve? Faktikisht sondazhi më i mirë është të perceptimi të cilin e sheh tek qytetarët, është një perceptim, një entuziazëm i jashtëzakonshëm për kryetarin, për punën e kryetarit Muhaxhiri, dhe kjo tregon më së miri që PEA fatmirësisht do të vazhdoj të qeveriset nga kryetari aktual dhe i jashtëm i komunës PS. Çka po ju thonë sondazhet? Ka ballotazh ajo? Sondazhet tona tregojnë që kemi vetëm një raund zgjedhor, edhe po theksoj sondazhi më i sigurt është sondazhi i drejt për drejt në qytetarë. Pra, kontaktet e drejt për drejta me qytetarët tregojnë që PEA fatmirësisht, unë them fatmirësisht, për vetë faktin që puna në PEA nuk do ndaloj, puna në PEA e keni pa dhe ju nuk ndalon as edhe një muaj të vitit. Ato projektet nuk kanë rëndësi se është fushat zgjedhore lokale apo parlamentare, projektet e kryetarit janë në vazhdimsi, janë projekte të cilat nuk ndalojnë asnjëherë, dhe normalisht që me 13 tetor do të jetë një ditë punë e zakonshme për kryetarin e komunës në shërbim të qytetarëve të komunës PS. Okej, diçka që do t'ju thuaj qytetarëve, votuesve tu, stafit tënd, gjithë atyre të cilët pret mbështetje, apo ndoshta më mirë them
atyre që akoma se kanë do mendjen a me votu, doktor Petri Klocin apo jo? Po theksoj edhe një herë, është Jetë ju tregu modestit madhe doktor. po theksoj edhe një herë që fal punës, kontributit dhe bashkëpunëtorëve të mi dhe bashkëpunimit që kanë pasur qoftë me stafin apo edhe me qytetarët e komunës Pejës, gjithandej komunës Pejës më bën që të ndihemi nderuar edhe më bën që të jem besues që do të gjejmë mbështetjen tek qytetarët e komunës sime. Duke filluar nga sistemi në cilin shërbej, pra nga sistemi shëndetësor, duke filluar nga lagja ime, duke filluar nga shoqëria ime dhe duke filluar gjithandej ku sado pak dikush më ka pasur mundësinë të më njohë në këto vite. Cili është numri juaj në listën e LDK-s? Është numër 22, Pse 22 për që ditë ka rekombohëm. po është një numër që korespondon ndoshta edhe me ikonën e dy gishtave Okay. të lidhjes demokratike. E ki përzgjedh, apo ta ka caktuar? E kam përzgjedhur, e kam pasur. E kam një numër kështu që si më simpatik për nga numrat. Ka qenë një mundësi që përzgjedhur, numrat e parë kanë qenë, domethënë lista e asamblejistëve kanë pas në bazë të votave që kanë pas në zgjedhjet e kaluara. 10 që e parë. Ne kemi 15. Po. Asamblejistët e parë. Po, 15. Domethënë nga 15 ka fillu nga numri 16 ka filluar radhitja për të tjerët. Unë kam zgjedhur numrin 22. Numri nuk ka rol vendimtar. Por shumë poshtë tash është një numër simbol për mua, për lidhjet e mia politike. Edhe kjo ka qenë edhe një arsye pse e kam përzgjedhur. Okej, shpresojmë të sjell fat. Besojmë. Doktor, faleminderit shumë që zgjete kohën, kohë fushate, kohë mjaft dinamike. Ne falenderojmë shumë që ndodhe këtë kohë për këtë emision për shikuesit edhe realisht pasqyrojmë atë çfarë është punuar ndër vite nën qeverisjen tuaj të Dikasterisë së Shëndetësisë. Faleminderit për mundësinë që më dha. Edhe mirë ta takoshim takime tjera. Patjetër, faleminderit shumë.